Jo. Zgjedhjet janë thjesht pranuar që ka ndodhur, po jo certifikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Urinë e popullin e Shqipërisë. Popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare, për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin tonë të ngushtë me Shqipërinë. Por, pra ju thoni që partneriteti vazhdon me Shqipërinë, jo me qeverinë. Po. Pra, me shqiptarët, që ju nuk shkuat në këto zgjedhje duke u vrarë me njëri tjetrin dhe duke u coptuar me njëri tjetrin, një ky fakt konkret, që s'pati vdekje, s'pati viktima, s'pati incidente. Po, se në zgjedhjet e 2021 patën vrarë. Po, urojmë popullin e Shqipërisë. Pra, urojmë popullin e Shqipërisë që ka votuar edhe Partinë Socialiste, edhe Partinë Demokratike, edhe partitë të tjera. Po fakti që është vetëm një fjali, avokat, ju bën përshtypje? Po, më bën shumë përshtypje, se nuk është Edi Rama. Pra, se ai duhet të thoshte, fituesi nuk urohet fituesi. Po unë e di që fituesi urohet. Nuk urohet populli. Pra ju thoni që do ishte më mirë që ky mesazh mos kishte ardhur fare se sa erdhi në këtë mënyrë? Sa erdhi, po normale se nuk duhet të ishte kështu. Ky mesazh, pastaj të kam unë një tjetër ty këtu që shikon si ishte mesazhi në 2021-shin, mesazhi që ishte i Juri Kimit në 28 prill 2021. Po është gati 10 fjali në mos më shumë. Pra, shiko tani tekst, 20 fjali, 30 rjeshta. Po. Inkurajojmë kryeministrin Edi Rama, Partisë Socialiste, Lulzim Bashë, Partisë Demokratike, OSB-o Diri, të gjithë këto, dhe ambasadori në fund fare Juri Kim. A kupton? Pra, ka uruar datën 25 prill 2021, ambasada reagoi me 28 prill 2021. 28, pra 25, 26, 27 brenda ditës, për të thënë 48 orëve, pa dalë akoma rezultati përfundimtar. Madje është në fund fare nga zëdhënësi nga i departamentit të shtetit. Pra, ky mesazh kaq i plot ka ardhur jo vetëm nga Juri Kim, por edhe nga vetë Dash. Po, vetë sepse atëre ishte kështu punonte. Departamenti Amerikan i Shtetit në drejtim të demokratëve komunist, pra socialist, në këtë formë punojnë. Ndërsa ambasada amerikane në Tiranë para 37 minutash, në datën 27/5/2025, dhe zgjedhjet u bën me 11 maj, pra kaq vonesë, u menduan kaq shumë sofistikim patën për 1, 2, 3, 4, 5 rjeshta. Po them që për rjeshtat vogla flas, jo kështu. Edhe një paragraf nuk bën dot. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare, pra kë uron popullin, sovranin. Avokat, po nuk më thua. Kush e ka shkruar? Nga sovrani, kush është qeveritari ai që do të drejtoj popullin? Presim për të parë në të ardhmen, a do të njihet Edi Rama kryeministri i Shqipërisë nga linja Trump, jo nga administrata e Dashit. Pra akoma keni dyshime që edhe pas këtij mesazhi Rama nuk është njohur. Ja njohur procesi zgjedhor, por jo Rama. Është njohur procesi zgjedhor me parregullsitë e veta, por momentalisht zoti Rama nuk është njohur për mandatin e 4 që do ta marrë në shtator. Kush e ka shkruar këtë mesazh? Kjo është reflektim për zotin Rama që e mira është që me këto mandate që more do të shkosh të formosh qeverinë, apo do të shkosh edhe thuash unë dua të shkoj në zgjedhje të parakoshme sepse nuk jam i kënaqur me këtë rezultat mandatesh. Kjo mbetet për të parë. Këtu tek ju e kam thënë përpara për një letër në tavolinë të zotit Rama. Kjo si mesazh, ky si mesazh është shqetësues. Nuk është mirë. Për 4 vite zoti Rama nuk do të jetë i qetë. Aq kohë sa është zoti Trump në karrikën e presidentit. Mandati është i barabartë për të dy, 6 muaj para, 6 muaj pas tjetër.
Po njësoj janë. Pra do të thotë se situata që është sot zoti Rama është për konsum të brendshëm, vetkënaqësie, të tepruar, është si themi nga aspekti penal, pakujdesia e tepruar, të cilën parashikon një pjesë të pasojave, po pranon ardhjen e pasojave. Pra do të thotë që zoti Rama duhet të kujdeset. Ky mesazh nuk e bën Ramën kaq shumë aktiv me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.